Protesta e 7 kombëtare e opozitës në kryeqytet të shoqëruar me incidente dhe përplasje mes protestuesve dhe forcave të rendit, duke çuar në arrestimin e 11 personave në flagrancë dhe procedimin penal të 15 të tjerëve. Sipas policisë së shtetit, ndërhyrja u bë në mënyrë të menjëhershme pas hedhjes së mjeteve zjarrvënëse në drejtim të godinës së kryeministrisë, si pjesë e një strategjie për të parandaluar përshkallëzimin e dhunës. Autoritetet bëjnë të ditur se të arrestuarit janë të moshave nga 18 deri në 50 vjeç dhe përballen me akuza të ndryshme përfshirë goditje për shkak të detyrës, prishje të qetësisë publike, prodhim dhe mbajtje pa leje të armëve dhe municioneve, shkatrim të pronës me zjarr, si dhe kundërshtim të punonjësve të rendit. Sipas policisë, një pjesë e tyre dyshohet të ketë qenë pjesë e një grupi të organizuar që ka kryer akte më të rënda gjatë protestës. Mes personave të proceduar penalisht ka edhe 2 të mitur, që ka shtuar shqetësimin e autoriteteve për përfshirjen e të rive në akte të dhunshme gjatë tubimeve publike. Ndërkohë, materialet procedurale janë referuar prokurisë edhe për deputetin Klevis Balliu, antar i Partisë Demokratike, i dyshuar për organizim dhe pjesëmarrje në grumbullimet palishme. Po ashtu, procedim penal ka nisur edhe ndaj Aulon Kalas, antar i Këshillit Kombëtar të kësaj force politike, për akuzën e goditjes për shkak të detyrës. Gjatë përplasjeve të regjistruara në terren, policia e shtetit shqiptar vën me dije se 5 efektiv kanë mbetur të lënduar, ndërsa janë shkaktuar edhe dëme materiale në zonën përreth institucionit të kryeministrisë. Autoritetet theksojnë se hetimet vijojnë për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në incidente të dhunshme, ndërsa pritet që në ditët në vijim të ketë zhvillime të reja lidhur me këtë çështje.